E perioti, mund t'ja dilte fare mirë qysh atere, dhe një trimërie të ndritur, po ta sulmonte kampin në kohën që forcat armike ishin të ndarë, por ai si shafruar ende aq, sa të ish gati për ta nisur. E mbaruar sulmin në fjalë, përpara se të thirrej pjesa tjetër e plaçkitësve dhe ta mbyllnin kështu në mes. Dhe ata u kthyen në kamp, të shtrënguar nga uria dhe nga vapa, e plaçkën e palavdit, e cila u ashtonte më tepër se sa u ashuante urinë, e ndan ndërmjet ushtarëve. Gjatë kësaj kohe, anët i kishin nxjerrë forcat e gjithë pritat në vend dhe po mpreknin tani më të rrezjarë dhëmbët e shpatat kundër armikut. Kastrioti spushonte gjëkundi si ndonjë mik pritës, i kujdesur kur gaditi ndonjë gosti jo sido dhe ndonjë sofër më madhështore se zakonisht, dhe s'u zë bes as njerëzve të familjes, as shërbëtorëve, as fjalëve, duarve dhe zotësisë së sprovuar të gruas, dhe çdo gjë e gatit vetë, e rregullon, e kqyr me ankth dhe qëndron i zberdhur para gjellëve në çdo anë të tryezës, sidomos kur për shkak të rrollësisë, gatitja është bërë më me kursim, se sa duhet në krahasim me numrin e të ftuarve, e dorë e stërvitur e mjeshtrit, zmadhon çdo gjë saktë të gabuar, në mos duart e dhëmbët e të ftuarve së paku sytë e tyre. Kështu, dhe ai spushonte gjëkundit, por edhe duke u emër nëpër malet e kodrinat fqinje. I caktonte secili detyra, u jepte këshilla, i udhëzonte tani Mojsin të Anushin, pastaj Stresët e gjithë të tjerët me radhë. Me gjithë këtë, duke mos u mbështetur në zotësinë asnjërit, eru dilte burrave në krye, eru vinte pas, ai ndonjë pranë kudo dhe s'linte gjë pa parë me sy, dhe pa e prekur me dorë vetë gjithçka. E shqyrtonte dhe rishqyrtonte, duke u caktuar njerëzve, vende dhe vendeve njerëz. Me këtë mënyrë, ai duke gatitur për armikun, që s'dinte gjë, skenën e tmeruar, kujdante radhët dhe forcat e veta, me qëllim që të mos i pësonin ndonjë dëm e të mos i shteronin. Në këtyje të çdo radhe, ai buri me kujdesin më të madh. Barizan dhe veglët të tjera luftarake të këtij lloji, të cilat i kishte në një mënyrë më të madhe se zakonisht. Por komsorin dhe kalorësin, ai ndau sipas kushteve të vendit dhe sipas numrit të forcave, sepse pjesën më të madhe të ushtrisë, 4.000 kalorët dhe po aq komsor, mbajti për vete dhe u ngjit, e zuri me njëherë pa u vonuar as pak, tu me nishte. Mbretërorët, sidomos ata që ishin kthyer të lodhur nga plaçkitja, ishin derdhur e shpërndar gjithkund në fusha për të pushtuar bashkë me huajt, të cilët i kishin të pashiluar dhe pa fre në gojë, ndërsa një pakicë i kishin lënë pranë harvëme dhe rapë. Një palë po shijonin në hije, prend mizore. Një palë kishin ngrirë e kishin rënë edhe për gjumë, disa të tjerë po merreshin me lodra të ndryshme dhe me shakara ushtarës dhe mezi që ndronin në këmbë, sepse stina e vitit dhe ora e ditës ishte në kulmin e tërbimit, kur vapa zhuriste e koriku dishte si flaka dhe dielli sa po e kish lënë mezin e qiellit. Po për këtë arsye dhe pakujdesia e rojeve ishte pothuaj jo e ndryshme. Gjithashtu, edhe mizeria tjetër e turnit ishte derdhur atje për të pushuar dhe për të marrë veten, pa armë në dorë e pa kuaj, duke flakur tutje në pjesën më të madhe, bashkë me frikën çdo kujdes për radhët e vet. Megjithë këtë, Pasha, nën çadër bashkë me prokuratën, e me Hamzën si këshilltar, punaj të cilit vije kryesisht në rrezi, ishte në ankth të madh. Ka një hall që s'kishte mbaruar, kur duhej drejtuar tani më rruga, ka duhej kërkuar rasti për ndonjë lëvdi.